Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letra tarot për 12 signet e zodiakut për këtë ditë të diel, 16 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Ju uroj një fundjavë të mbarë. Dashi, letra e tarotit për të dielën dash, 2 skopinjtë e përmbysur, dhe sot vëmendja shkon te marrëdhëniet dhe një vendim që ke vështirësi ta marrësh. Mund të ndihesh si ku ke ngecur në një marrëdhënie apo partneritet dhe nuk je i sigurt nëse duhet të vazhdosh në të njëjtën mënyrë apo të bësh një ndryshim. Ndoshta ke menduar gjatë për këtë situatë, por ende nuk e gjetur përgjigjen e duhur. Me hënën e peshore, ti fiton pak më shumë distancë emocionale për ta parë situatën me qetësi. Në vend që të mendosh vetëm për atë që dëshiron, pyet veten, a është kjo marrëdhënie vërtet e drejtë për mua? Mendo për nevojat, dëshirat e kufijtë e tu, apo merr ajo që të nevojitet? A ka ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr? Mos u ngut të marrësh një vendim vetëm nga frika apo presioni. Sot qëllimi është të shohësh të vërtetën më qartë. Dhe mesazhi i letrave tarot. Nëse një marrëdhënie të bën të ndihesh i bllokuar, pyet veten jo vetëm nëse mund ta ndryshosh atë, por edhe nëse ajo mund të jap atë që të nevojitet. Dash, beso te ajo që sheh dhe ndjen. Një vendim i drejtë fillon kur je i sinqert me veten. Demi, letra e tarotit për sot dem, magjistari i përmbysur. Dhe sot të fton të rikthesh të talentet dhe aftësitë që ke lënë pas dore dem. Me hënën e peshore, vëmendja shkon te rutina dhe zakonet e përditshme. Mund të bësh shumë gjëra çdo ditë pothuajse automatikisht, por pikërisht kjo rutinë mund të ketë larguar nga gjërat që dikur të sillnin kënaqësi. Ndoshta disa interesa ose aftësi i ke lënë më nja sepse jeta të ka detyruar të përqendrohesh te përgjegjësitë. Por sot me 16 gusht, është koha të mendosh përsëri, çfarë do të doja të provoja tani. Mos mendo se duhet të bësh një ndryshim të madh menjëherë. Mund të fillosh me diçka të vogël, një hobi, një aftësi e re, një projekt krijues apo diçka që gjithmonë ke dashur ta mësosh. Dhe mesazhi i magjistarit i përmbysur, talenti që ke lënë më njan nuk është dukur, ai është ende aty dhe pret që t'i japësh përsëri hapësirë. Dem, mos lejo që rutinat të bëjë të harrosh atë që të frymëzon. Ndoshta kapitulli i ardhshëm fillon pikërisht me një aftësi që ke menduar se e kishe lënë pas dore. Binjakët. Letra e tarotit për sot binjak, 10 shpatat e përmbysura, dhe ky është një mesazh shumë pozitiv. Po fillon të rikuperohesh nga diçka që të ka lënduar thellë. Një problem, një zgënjim apo një periudhë e vështirë që të ka rënduar emocionalisht, po humbet fuqinë mbi ty. Ndoshta nuk e haruar plotësisht, por tashmë po kupton se nuk e pse ti jetosh më brenda asaj dhimbjeje. Me hënën e peshore, zemra jote bëhet më e hapur ndaj dashurisë dhe flirtit. Nëse je beqar, një njojere mund të zgjojë emocione që nuk i ke ndjerë prej kohës. Mund të jetë fillimi një historie të bukur. Nëse je në një lidhje, kjo energji mund të ndihmojë të rizbulosh atë që të bën të lumtur me partnerin dhe sillni përsëri më shumë afërsi dhe romantizëm në një marrëdhënie. Mesazhi i 10 shpatave e kaluara mund të ketë lënduar, por nuk ka pse të përcaktojë të ardhmen tënde. Binjak, një kapitull i dhimbshëm po mbyllet. Tani zemra jote po mëson përsëri të besoj, të buzëqesh dhe të dashuroj. Gaforia, letra e tarotit për këtë të diel gafore, 10 kupat e përmbysura. Letra e tarotit dhe vëmendja shkon te familja, shtëpia dhe marrëdhëniet e afërta gafore. Me hënën e peshore, mund të ndihesh se diçka në familje nuk është aq harmonike sa do të doje. Mund të ketë distancë emocionale, keq kuptime ose thjesht një ndjenjë se afërsia mes jush nuk është më si më parë. Por kjo letër nuk thot se gjithçka është e humbur, përkundrazi, të fton të hapësh një bisedë të sinqertë. Pyetje njerëzit që do, çfarë mund të bëjmë që marrëdhënia jonë të jetë më e mirë? Ndonjëherë një pyetje e thjeshtë mund të hap derën për një ndryshim më të madh. Mos u përqendro vetëm tek ajo që mungon. Shikoj edhe çfarë mund të bëni së bashku për të rikthyer afërsinë, ngrohtësinë dhe mirëkuptimin. Nëse je në një lidhje, kjo është një ditë e mirë për të folur me partnerin për atë që ju mungon emocionalisht. Mesazhi i 10 kupave, lumturia familjare nuk është gjithmonë perfekte, ajo ndërtohet duke dëgjuar, folur dhe bërë përpjekje për njëri tjetrin. Gafore, mos prit distanca të zhduket vetë, një bisedë nga zemra mund të jetë hapi i parë drejt rikthimit të afërsisë. Luani, letra e tarotit për sot Luan, 6 pentakulat e përmbysura. Dhe ajo sjell në vëmendje ekuilibrin, fuqinë dhe drejtësinë në marrëdhënie Luan. Me hënën e peshore, je gati të bësh një bisedë të rëndësishme me dikë që ka rëndësi për ty. Ndoshta prej kohës ndihen se një marrëdhënie mund të ishte shumë më e mirë, por nuk e ke kuptuar plotësisht se çfarë po e pengon. Mund të ketë një lloj luftë për kontroll ose një ndjesi se njëri po jep më shumë se tjetri.
Ndoshta po pyet veten pse gjërat nuk janë aq të balancuara sa do të doje. Me 16 gusht, mos e mbaj këtë shqetësim brenda, bëu gati ti pari që të hapësh bisedën. Pyet në qetësi, çfarë po ndodh mes nesh dhe si mund ta përmirësojmë? Mos e nis bisedën për të fajësuar, nise për të kuptuar. Kur problemet dalin në dritë, bëhet shumë e lehtë të gjendet një zgjidhje. Dhe mesazhi 6 pentakulave, një marrëdhënie e shëndetshme, kërkon ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr. Luan, mos ki frikë të flasësh për atë që nuk po funksionon. Një bisedë e sinqertë sot mund të jetë pikërisht ajo që nevojitet për të rikthyer ekuilibrin. Vigjeresha, letra e tarotit për të dielën vigjeresh, gjykimi i përmbysur. Dhe mesazhi i kësaj letre është të kuptosh kur mendja jote nuk po e sheh një situatë me qartësinë e duhur. Me 16 gusht mund të ketë pak konfuzion dhe mund të mos i kesh të gjitha përgjigjet. Në vend që të pretendosh se di se çfarë po ndodh, mos ki frikë të bësh pyetje. Ndonjëherë ne mendojmë se duhet të kemi menjëherë një përgjigje, por sot është më e mira me zgjuar të ndalosh, të dëgjosh dhe të mbledhësh më shumë informacion. Me hënën e peshore, kjo energji të ndihmon të jesh më kurioztare dhe të kërkosh ekuilibër, sidomos nëse situata lidhet me parat, financat ose një vendim ekonomik. Nëse dikush propozon diçka financiare që nuk e kupton plotësisht, mos u ndjen në siklet, të thuash ma shpjegoj edhe një herë. Mesazhi i letrës tarotit gjykimi të përmbysur, të pranosh se nuk e di diçka, nuk është dobësi, është mençuri. Vigjeresh, mos merr vendime vetëm sepse mendon se duhet të dish gjithçka. Pyet, dëgjoj dhe kërko qartësi. Kur të kesh informacionin e duhur, vendimi do të bëhet shumë më i lehtë. Peshorja, letra e tarotit për këtë të diel peshore, 8 shpatat e përmbysura, dhe ky është një mesazh shumë pozitiv. Kjo letër tregon çlirim nga një situatë që dikur të bënte të ndihesh i bllokuar ose e kufizuar. Me hënën e shenjën tënde, energjia të rikthen te vetja, është koha të mendosh për dëshirat, nevojat e rrugëtimin tënd personal. Ndoshta ke kaluar një periudhë ku ke ndier se nuk ishe zgjidhje, sikur diçka të pengonte të ecje përpara, por tani po kupton se dera nuk ka qenë aq e mbyllur sa mendoje. Me 16 gusht, mos u kthe vazhdimisht tek ajo që të ka mbajtur pas. Përdore këtë ditë për të rikuperuar energjinë dhe për të menduar çfarë dua të ndërtoj në kapitullin tim të ri. Jepi vetes kohë për të qetësuar, për të ushtruar dhe për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet. Mesazhi të shpatave, kufizimet e së kaluarës nuk duhet të bëhen kufizimet e së ardhmes. Peshore, ti po del nga një periudhë bllokimi, tani është koha të marrësh frymë, të rikthesh forcën dhe të fillosh të imagjinosh një jetë që të përket vërtet ty. Akrepi, letra e tarotit për të dielën akrep, asi i shpatave. Një letër që sjell qartësi, ide të reja dhe një fillim të pastër, me hënën e peshore. Mesazhi i ditës është të fillosh të lësh pas atë që ka ndodhur, e kaluara mund të ketë lënë gjurmë, por nuk duhet të vazhdoj të përcaktoj hapat e tu të ardhshëm akrep. Asi i shpatave sjell një moment zgjimi, një mendim i ri, një ide, një kuptim ose një vendim mund të tregoj qartë se ku dëshiron të shkosh. Me 16 gusht, je gati të kthesh faqen dhe të fillosh të mendosh për kapitullin e ardhshëm të jetës. Mund të ketë lidhje të fortë me dashurinë dhe marrëdhëniet. Nëse je beqar, mund të kuptosh më qartë çfarë kërkon nga një partner. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë një fillim të ri mes jush. Mesazhi i asit të shpatave, mos lejo të kaluarën të turbullojë të ardhmen, qartësia vjen kur je gati të shohësh të vërtetën. Akrep, mbyllet derën e asaj që ka përfunduar dhe përgatitur për atë që po fillon. Një kapitull i ri po hapet dhe këtë herë ti e di më mirë se çfarë dëshiron. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, 5 shpatat, një letër që lidhet me konfliktin, debatet dhe tensionet në marrëdhënie. Mund të ketë qenë një person të cilin ke pasur mosmarrëveshje ose një situatë që po teston durimin. Ndoshta ndihesh sikur ke arritur në kufirin tënd dhe nuk dëshiron të vazhdosh të luftosh për të njëjtën çështje. Por jo çdo debat duhet fituar. Me hënën e peshore, vëmendja shkon te miqt, shoqëria dhe rrjeti yt social. Kjo mund të jetë ide ideale për të mos u fokusuar vetëm te një person apo një problem. Dil me miqt, bën diçka që të kënaqë dhe lejoje mendjen të pushojë nga konflikti. Ndonjëherë pak distancë është pikërisht ajo që i duhet një marrëdhënie për të marrë frymë. Dhe mesazhi i 5 shpatave, të largohesh nga një debat, nuk do të thotë se ke humbur. Ndonjëherë paqja është fitoria më e madhe. Shigjetar, mos harxho energjinë duke përpjekur të bindesh dikë. Jepi vetes pak hapësirë dhe kujtohu se jeta ka shumë njerëz dhe gjëra të bukura që meritojnë vëmendjen tënde. Bricjapi, letra e tarotit për sot bricjap, 10 pentakulat, një letër shumë pozitive që lidhet me suksesin, shpërblimet, sigurinë dhe stabilitetin.
me 16 gusht, mund të fillosh të shohësh përmirësime në karrierë dhe në mënyrën se si vlerësohet puna jote, me hënën e peshore. Drejtësia dhe mënyra se si të trajtojnë të tjerët bëhet veçanërisht të rëndësishme. Nëse ke kaluar një situatë të padrejtë në punë, mund të fillosh të shohësh një zgjidhje, dikush mund të të japë më shumë respekt, vlerësim ose mbështetje, pikërisht atë që ke merituar prej kohës. Edhe nëse të dielën nuk je në punë, mos mendo se asgjë nuk po ndodh, diçka e mirë mund të jetë duke përgatitur në prapaskenë. Kjo letër mund të lidhet me një shpërblim financiar, një mundësi profesionale ose një rezultat që vjen pas përpjekjeve të gjata. Mesazhi i 10 pentakulave, ajo që ke ndërtuar me durim, po fillon të jap frutet e saj. Britsjap, vazhdo të besosh te puna dhe vlera jote. Një situatë që nuk ka qenë e drejtë mund të fillojë të vendoset në ekuilibër dhe ti më në fund të marrësh respektin që meriton. Ujori, letra e tarotit për këtë të diel ujor, asi i pentakulave i përmbysur, dhe kjo letër sjell një mesazh të rëndësishëm për mundësinë, parat dhe të ardhmen. Me hënën e peshore, mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të provuar aventura të reja, për të mësuar diçka ndryshe dhe për të zbuluar më shumë rreth vetes. Por asi i pentakulave i përmbysur tregon se mund të kesh humbur ose anashkaluar një mundësi financiare. Ndoshta një mundësi ka kaluar pa e kuptuar vlerën e saj, ose thjesht nuk e qenë ende gati për ta shfrytëzuar. Mos u qetëso, një mundësi e humbur nuk do të thotë se të gjitha dyert janë mbyllur. Përkundrazi, sot mund të fillosh të mendosh për aftësi ose hobi që në të ardhmen mund të kthehen në të ardhura. Çfarë ke dashur gjithmonë të mësosh? Çfarë do të bësh më mirë? A ka diçka që mund ta zhvillosh dhe ta kthesh në një mundësi ekonomike? Mesazhi asi i pentakulave. Mos kërko vetëm një mundësi të gatshme, ndonjëherë mundësia financiare krijohet duke investuar në veten dhe në aftësitë tua. Ujor, një derë mund të jetë mbyllur, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të ndërtosh një derë të re. Fillimi i vogël që bën sot mund të sjellë përfitime të mëdha nesër. Peshqit, letra e tarotit për sot peshq është drejtësia, një letër që lidhet me të vërtetën, drejtësinë, vendimet dhe pasojat e zgjedhjeve tona. Me hënën e peshore, vëmendja shkon te çështjet ligjore dhe veçanërisht te financat e përbashkëta. Nëse je duke kaluar një situatë që lidhet me martesën, divorcin, pronën ose parat, ose një partneritet financiar, është shumë e rëndësishme të mos i lësh gjërat të paqarta. Nëse po mendon të martohesh, të divorcohesh apo të bashkëjetosh me dikë, pyet veten, cilat janë kufit që duhet të vendos që tani? Mos ke frikë të lasësh hapur për parat, për djegësitë, dhe aty që bëhet nga personi tjetër, sa më të qarta të jenë marrëveshjet, aq më pak keq kuptime mund të ketë më vonë. Nëse çështja është serioze ose ligjore, kërko këshillin e profesionistit të kualifikuar, ose të një personit të besueshëm që mund të të udhëzojë si duhet. Mesazhi i letrës tarotit drejtësia. E vërteta dhe qartësia janë mbrojtja jote më e mirë, po mos merr vendime të rëndësishme vetëm nga emocionet. Peshq, vendos kufijt, kërko drejtësi dhe sigurohu që diçka të jetë e qartë përpara se të bësh hapin tjetër. Ajo që vendos sot mund të ndikojë shumë në të ardhmen. Dhe ky ishte leximi i letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e diel, 16 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.